nuk arrihet përveç se me durim. Shpirtrat e disa nxënësve, fëmijëve, e kanë karakterin e tillë që refuzojnë dhe nuk pranojnë. Andaj duhet përpjekje dhe stërvitje për t'i përmirësuar ata. Ekziston mundësia që bamirësia të kthehet me të keqe. Dëshira për të bërë mirë me mendim të keq. Falja me rebelim. Prandaj ambientohu, sepse ky mision është i rëndë dhe me befasi të shumta. Edukata e drejtë nuk arrihet me shpresa. Ajo kërkon punë. Po ashtu synimet e larta nuk arrihen vetëm me durim dhe ngulmim. E ti, ndërkohë, kujtoje fjalën e Allahut. Vetëm ata që janë të durueshëm do të shpërblehen pa mas. Bëhu dëgjues i mirë. Atau, Allahu e mëshiroft, thoshte: me të vërtet ndodh që një njeri të më tregoj për ndonjë hadith, e unë të heshti dhe ta dëgjoj, sikur të jetë hera e parë që po e dëgjoj hadithin. A unë po të njëjtin hadith e kam dëgjuar para se ai të lindë, por nga respekti bëhem sikur po e dëgjoj për herë të parë. Edukatori i shkath e dëgjon me vëmendje nxënësin apo fëmijën, pavarësisht moshës së tij. Kur e dëgjon me vëmendje, bashkëvepron dhe tregon për kujdesje për bisedën e tij. Kjo atë e bën të ndjejë respekt. I jep vetbesim, e ndihmon të i kuptoj idetë dhe të i njoh pritjet e veta dhe, po ashtu, e mëson të hesht kur tjetri flet. Orvatjet e shpeshta japin apo sjellin aftësi. Përfitimi i shkathësive dhe i dienive vjen nëpërmjet dhënies së mundit të dalluar dhe të sistemuar, përpjekjeve të vazhdueshme dhe aktiviteteve vepruese. Në këtë mënyrë, ato dieni dhe shkathësi zhndërrohen në aftësi dhe qëndrime të rrënjosura të nxënësi. Dienit përforcohen me praktikimin e tyre. Ar-Rabani, robër të ditur të Zotit. Allahu thot: bëhuni robër të ditur të Zotit, që i zbatojnë porositë e tij. Imam Taberiu, Allahu e mëshiroft, në komentin e ajetit thot: Ar-Rabani, apo rob i ditur i Zotit, është ai që i edukon njerëzit. Do të thot, i përmirëson çështjet e tyre dhe merret me to, duke u mësuar atyre të mirën dhe duke i thirrur në atë që është e dobishme për ta. Sejid ibn Gjubeir, Allahu e mëshiroft, thot: Ar-Rabani është dietari që punon me dijen e tij. Disa thonë, Ar-Rabani është ai që njëherë i edukon dhe i mëson njerëzit me dije të thjeshtësuar para se të i mësoj me dije të madhe. Disa të tjerë thanë, Ar-Rabani është mbi dietarët. Ai ja bashkon dijes së tij largpamësinë për t'i udhëhequr njerëzit. Ata do të largoheshin prej teje. Allahu thot: sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhd, ata do të largoheshin prej teje. Edukatorin e ashpër dhe të vrazhd e urrejnë nxënësit, fëmijët. Me të e urrejnë dhe çdo ide, dije dhe moral që ai ua prezanton atyre, dhe prej tij nuk e pranojnë asnjë këshill dhe udhëzim.